duket se negociatat për të arritur një marrëveshje paqe kanë përfunduar pa sukses në Islamabad mes zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance dhe delegacionit të udhëhequr nga kryeparlamentari iranian. Për të folur mbi zhvillimin e negociatave dhe çfarë u bisedua dhe ku palët ishin të ndara dhe ku bashkuan, kam të ftuar në një lidhje direkte historianin Olsi Yazexhi. Zoti Yazexhi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Besoj se e ke ndjekur zhvillimet e fundit, në Islamabad, pra në negociatat e fundit të po themi ndërmjetësuar nga Pakistani. Çfarë po ndodh realisht me këto negociata dhe pse pati një përfundim takimi pa pasur një gjë konkrete, pra një tym të bardhë, le të themi. Tani arsyet pse bisedimet dështuan kanë bën lidhje me Izraelin, nga që sigur e kemi theksuar edhe më herët që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigur thot edhe gazetari amerikan Tucker Carlson, janë pengjet Izraelit. Lobi izraelit kontrollon politikën amerikane, kontrollon kush zgjidhet president etj. Dhe çfarë ndodhi është që amerikanët erdhën në këtë takim me kërkesa maksimaliste. Domethënë, ndërsa ata ranë dakord me iranianët në shumë pika, njëra nga të cilat ishte heqja e sanksioneve që administrata të ndryshme amerikane kanë vënë kundër Iranit, sanksione parësore dhe dytësore, që t'ja sqaroj shikuesve tanë se çfarë janë sanksionet parësore dhe dytësore, le të marr shembull nga Shqipëria. Për shembull, Irani është në luftë me Izraelin dhe me Amerikën, nuk është në luftë me Shqipërinë. Dhe sanksionet parësore janë ato që janë vënë nga SBA-ja. Sanksionet parësore janë ato që janë vënë kur amerikanët kanë arritur që të manipulojnë Këshillin e Sigurimit, që janë bërë sanksione të njohura me ligj ndërkombëtar, për sa kohë ishte marrëveshja nukleare të cilën Trump i doli. Ndërsa sanksionet dytësore janë sanksione që amerikanët me hile, duke anashkaluar ligjin ndërkombëtar, i vëjnë me vende satelite, sikur fjala bie është Shqipëria. Çfarë është një sanksion dytësor në rastin e Shqipërisë? Për shembull, iranianët kanë patur marrëdhënie diplomatike me Shqipërinë që nga viti 1991. Kanë investuar në Shqipëri, kanë ndërtuar xhami, kanë financuar medrese, hoxhallar, myftiler, dervishler, teqera, kanë patur shkolla, kanë patur institute kërkimore etj. Çka ka ndodhur iranianëve është që duke filluar që nga viti 2018 apo 17 më saktë, me ardhjen e mujahidinëve iranian, qeveria amerikane i ka bërë presion qeverisë shqiptare që të fillojë dhe ta vendosë Iranin në sanksione. Deri në 2018 Shqipëria kishte marrëdhënie shumë të mira me Iranin, apo marrim shembullin e Kosovës, ku iranianët kanë qenë në Kosovë që prej shtlirimit të Kosovës apo pushtimit që i ndodhi nga amerikanët, nga NATO, nga 1999 deri në 2015. Çfarë bën amerikanët për shembull me rastin e Kosovës? I kërkuan qeverisë kosovare, nëse s'jam gabim në atë kohë ka qenë Hashim Thachit, që të mos lejoj asnjë iranian që të futet në Kosovë, që të mbylli fondacionet e Kuranit e çka kishin iranianët dhe t'i mbyllnin llogaritë bankare të gjithë shtetasve iranian apo edhe atyre që bashkëpunonin me organizata iraniane. Këto janë ato që quhen sanksione dytësore. Pra, në marrëveshjen që ka ndodhur, domethënë në bisedimet që ndodhën në Islamabad, ndërmjet palës amerikane, ku pala amerikane përfaqësohej nga zëvendës presidenti James Vance
dhe dy zarat e Netanyahu, që futët Steve Witkoff dhe Jared Kushner, ndërsa pala iraniane përfaqësohej nga zëdhënësi apo kryetari i parlamentit Mohammed Bagheri Ghalibaf, ministri i jashtëm Abbas Araxhi, sekretari i mbrojtjes Ali Akbar Ahmadian dhe drejtori i bankës kombëtare iraniane Abdul Nasser Hemati. Pra, në këto bisedime që ndodhen, amerikanët ishin gatshëm të hiqnin sanksionet dhe çdo gjë tjetër, por ata donin nga iranianët këto tre gjëra për të cilët iranianët thanë jo. 1. Dorëzimin e gjithë uraniumit që Irani posedon dhe mbylljen e centraleve nukleare me të cilat Irani prodhon energji elektrike për vendin e vet. 2. Hapjen e kanalit të Hormuzit, domethënë Irani që i ka ujërat e kanalit Hormuzit, i ka ujërat e tia, territoret e tia kombëtare, ti hapte dhe të lejonte lundrimin e lirë të anijeve në për gjirin persik, sikur Irani ka bërë deri në datën 28 shkurt. Dhe pika e tretë ishte dorëzimi i Libanit dhe i Palestinës ndaj Izraelit. Domethënë, amerikanët donin që iranianët mos kenë më uranium, që do thotë iranianët po duan në të ardhme të prodhojnë bombë nukleare, mos sa prodhojnë dot atë, vetëm Izraeli dhe Amerika duhet të kenë bombë nukleare, sepse duke zhvilluar Irani bombë nukleare, atëherë ai thyen ekuacionin e forcës, se në këto momente në luftën që po ndodh ndërmjet SBA-s dhe Izraelit me Iranin, të dy këto fuqi nukleare që janë SBA me Izraelin kanë atë solucionin final me të cilin mund të zhdukin Iranin, i cili është bomba atomike. Ata nuk duan që në asnjë mënyrë Irani të posedoj bombën atomike, sikur e posedon India, Pakistani, Kina, Franca, Britania e Madhe dhe Korea e Veriut, nga që ata duan që gjithmonë Irani, po jo vetëm Irani, po vendet myslimane dhe këto që rrethojnë Izraelin, të jenë pale dobët, që në çdo moment kur Izraeli të dojë t'i zhduki këto vende t'i zhduki. E dyta, me dorëzimin e sovranitetit mbi kanalin e Hormuzit, amerikanët duan që të mbajnë të hapur kanalin e Hormuzit dhe të kenë ata kontroll total që kanë patur që nga lufta e dytë botërore, apo më saktë anglezët që nga lufta e parë botërore deri më sot mbi naftën arabe. Por çfarë Irani bëri pas agresionit që i bën në datën 28 shkurt, kur edhe vran udhëheqin suprem Imam Ali Khamenei, i cili për shikuesit e kanalit tuaj do të përmendim që ka qenë mik një hoxh Hafiz Sabri Koçit, u ka patakuar me Hafiz Sabrin dhe mbaj mend si tani në vitin 96, nëse nuk jam gabim, ka qenë nga herët e para që Hafiz Sabria e ka vizituar Imam Aliun dhe në një hutbe që ka mbajtur, nëse s'jam gabim, te xhamia e Dina Hoxhës në atë kohë, tregonte mbi impresionet e mëdha që pati kur vizitoi Iranin. Po talim Hafiz Sabrin, të dalim te pikat, domethënë ata çfarë Irani i ka bërë kanalit të Hormuzit është që pas agresionit dhe shkatrimit masiv që amerikanët dhe izraelitët i kanë bërë Iranit, Irani kërkon që këtë tutje, çdo fuqi nafte që do blihet, të taksohet me $1 ekstra, dhe ky $1 ekstra të shërbej si dëm shpërblim për dëmet e luftës që amerikanët, izraelitët dhe aleatët e tyre arab i bën Iranit gjatë luftës 40 ditore. Dhe pika e tretë që është ndoshta më e rëndësishme është se ne duhet ta kuptojmë që lufta e SBA-s me Iranin nuk vjen për asnjë arsye tjetër, po vjen për punën e Palestinës. Irani është vendi i fundit në botën islamike, i cili akoma vazhdon dhe mbështet rezistencën palestineze. Duhet t'i kujtojmë shikuesve tanë që deri me rënien e Bashkimit Sovjetik, më shumë se gjysma e globit mbështesnin
lëvizjen palestineze. Një nga këto vende ka qenë edhe Shqipëria jonë, Shqipëria e Enver Hoxhës dhe Ramiz Alis, ku Shqipëria merrte, strehonte, armatoste, stërviste dhe mbështeste luftën e popullit të Palestinës për liri. Por me rënien e Bashkimit Sovjetik, çfarë ndodhi është që zionizmi ndërkombëtar arriti që të gjitha ato vende që deri në këto momente mbështesnin Palestinën, ti shkatrojnë njëra pas tjetrës. Një shembull është për shembull Shqipëria, dhe ky shkatrim çfarë do sjelli? Jo vetëm do sjelli rrëzimin e regjimeve, por do i bëjë edhe këto regjime, fjala bie Shqipëria, që nga një vend që ishte miqësor me Palestinën, sot është kthyer vend armik i Palestinës dhe është bërë vend që mbështet agresionin izraelit. Dhe arsyeja pse Irani po sulmohet dhe është kjo luftë ka të bëjë me Palestinën. Ja që regjimi zionist i Benjamin Netanyahut e di që për sa kohë që Palestina të jetë aty, Irani të jetë aty, çështja palestineze do të mbijetojë dhe ne nuk do shohim zhdukjen e Palestinës dhe Xhamis Aksa. Dhe Irani i refuzoi kërkesat e zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance dhe tha që ne nuk do të heqim dorë nga aleatët tanë, që është Libani apo Hizbullahi dhe Palestina, nuk do heqim dorë nga sovraniteti ynë mbi kanalin e Hormuzit dhe nuk do të dorëzojmë programin ton nuklear. Në këto momente që ne kemi zëvendës presidentin J.D. Vance, i cili është larguar nga Pakistani, dhe në ditët në vijim ngjelet të shihet se çfarë do të vendosë presidenti Trump. A do të rinisin amerikanët bombardimet e tyre kundër Iranit, pra a do të rinisi lufta apo jo? Ngjelet për tu parë. Në këto momente ushtria izraelite është vënë në gatishmëri për luftë të re kundër Iranit dhe ngjelet të shihet se çfarë do vendosë president Trump pas bisedimeve që ai do ketë me zëvendës presidentin e tij, i cili është kthyer nga Pakistani. Olsi, lidhur me, po themi, bisedimet që janë zhvilluar në Islamabad, besoni që pas këtyre bisedimeve mund të ketë dhe një, po themi, round të dytë bisedimesh, sepse ka shumë shtete të cilët kanë bërë thirrje përfshirë dhe Pakistanin, që të mos ndalojnë në negociatat për të pasur një marrëveshje dhe palët të rikthehen përsëri në bisedime. Pra si shikoni të ardhmen post dështimit të parë të negociatave? Tani e gjithë bota kërkon që këto bisedime të vazhdojnë. Sigur kemi parë në ditët e fundit i gjithë njerëzimi duke filluar që me Kishën Katolike, Vatikanin, vendet e Bashkimit Evropian, NATO, vendet arabe, Turqia, Pakistani, gjithë bota e qytetëruar është rreshtuar me Iranin dhe i ka kërkuar amerikanëve që konfliktin që ata kanë me Iranin ta zgjedhin në mënyrë paqësore dhe nëpërmjet bisedimeve. Megjithatë, është vetëm një person i cili nuk do bisedime, dhe ai është Benjamin Netanyahu. Arsyeja pse Netanyahu nuk do që të ketë bisedime, por që do të ketë luftë, dhe për ata persona që ndjekin lajmet nga Izraeli, Netanyahu me njerë sapo mbaruan bisedimet amerikano-iraniane, doli për media dhe theksoi që do vazhdoj luftën, dhe Netanyahu doli duke nxjerrë mbrapa tij një hartë ku ishin ngjyrosur me ngjyrë të kuqe këto vendet që janë pjesë e boshtit të rezistencës, ku është Irani, Iraku, Jemeni, Libani, por edhe Siria, edhe pse në Siri regjimi ka rënë tani, dhe regjimi sirian i udhëhequr nga shefi i Al-Qaidës Ahmed al-Shara apo Abu Muhammad al-Jolani është regjim quisling pro-izraelit. Megjithatë, në fjalimin që mbajti Netanyahu për media, tha që lufta jon tha me Iranin do të vazhdojë, ne nuk do ndalojmë këtu. Pra do të them që gjithë bota do paqe. MAGA apo lëvizja
që solli presidentin Trump në pushtet do paqe, po i vetëm person që nuk do paqe është Izraeli dhe Netanyahu. Izraeli apo regjimi Netanyahu nuk do paqe e para për arsye personale, që Benjamin Netanyahu do ta fusin në burg për korrupsion. Gjykatat kanë që në vitin 2023 që duan ta fusin në burg. Dhe Netanyahu vetëm bën luftra në mënyrë që të përdori ligjin e emergjencës publike që t'i shpëtoj burgut. Dhe e dyta është që kjo partia që ka pushtetin në Izrael, partia e Likudit, e cila ka marrë pushtet apo ka, domethënë nisi të marrë pushtet që me vrasjen e kryeministrit laborist Yitzhak Rabin, kjo parti, e cila është një parti ekstremiste fashiste, beson që e ka për misionin e saj që të krijojë atë që njihet Eretz Izrael apo Izraelin e madh biblik, dhe ata besojnë që kanë detyrë të shenjtë judenj që të zhdukin të gjitha regjimet islamike që mbështesin Palestinën, t'i shkatrojnë vendet arabe njëra pas tjetrës dhe t'i pushtojnë dhe t'i kthejnë të gjitha në koloninë e tyre. Duhet kujtojmë që në një deklaratë që pati Ministria e Jashtme e Turqisë dje, e cila dënonte refuzimin e Netanyahut për të patur paqe ndërmjet Amerikës dhe Izraelit, Ministria e Jashtme e Turqisë e quajti Netanyahun Hitleri i ri. Ky etiketim nga Ministria e Jashtme turke tregon nivelin e madh të tensionit që ekziston jo vetëm ndërmjet Iranit me SHBAN dhe Izraelin, por edhe nëpërmjet Turqisë. Përpara pak ditësh, Joe Kent, ish që ka qenë shefi i policisë antiterrorit për SHBAN, i cili edhe dha dorëheqje nga qeveria e presidentit Trump, ai bëri një deklaratë në Twitter ku ai pak a shumë thoshte që Donald Trumpi planifikon për të larguar nga NATO, dhe pasi Amerika do largohet nga NATO, ajo do bëhet palë me Izraelin për të goditur Turqinë. Dhe turqit e kuptojnë që pas Iranit, Turqia është në radhë, e cila do goditet, do shpërbëhet, do ndahet nga Izraeli, pasi për Izraelin ekzistenca e Turqisë por ata përbën një kërcënim gjithashtu. Përpara pak orësh, ministri i luftës së Izraelit apo i mbrojtjes, Israel Katz, ka bërë një postim në turqisht në profilin e tij në Twitter, ku sulmon Turqinë, sulmon presidentin Erdogan, e quan antar i vllazërisë muslimane. Dhe duhet kujtojmë diçka që në janar, në një fjalim që mbajti për disa politikë bërës në Izrael, Benjamin Netanyahu i deklaroi opinionit publik në Izrael që tani jemi duke mundur boshtin shit, i cili është i plagosur, e kishte fjalën për Iranin dhe aleatët e tij, dhe thoshte pasi të shkatrojmë boshtin shit, më pas do të godasim boshtin sunit të vllazërisë muslimane, ku me këtë term nënkuptohet Turqia dhe aleatët e saj sunit që mbështesin luftën e popullit palestinez për çlirim. Olsi, përpara se të fillonin në fakt negociatat, është raportuar nga mediat e huaja se ka pasur një bisedë mjaft të tensionuar mes Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu lidhur me iniciativën që bëri Netanyahu për të sulmuar Libanin ndërkohë që ishte përcaktuar fillimi i negociatave. Besoni që Donald Trump e ka kuptuar që ndoshta lufta në të cilën është futur duhet ishte menduar më gjatë dhe të mos kishte marrë një veprim të tillë? Donald Trump e kupton këtë gjë, por problemi është që Donald Trump është një person
i kapur nga Mossad Izraelit me video komprometuese të jetës së tij përpara se të bënte president. Dhe ai, domethënë, ai e kupton që është futur në kurth nga Izraeli, por ai tani, si thot populli ynë, asaj fjalës surd popullore, jep 1 lek me hym vallë, jep 10.000 nuk del dot më. Dhe problemi që po kanë amerikanët në këto momente është që ata kanë hyrë në një luftë dhe ata nuk dinë se si të dalin nga kjo luftë. Sepse e para në këto momente Trumpi ka probleme personale me lobin zionist. Për personat që ndjekin mediat amerikane, menjëherë sapo u bë armi, mediat në Amerikë filluan të botonin materiale kundër gruas së Donald Trumpit, Melanis. E dyta është që domethënë e dyta është që Trumpi është shumë i friksuar nga përmbajtja e dosjeve të Epsteinit. Pra, e para është që Trumpi është i kapur personalisht nga Izraeli. E dyta duhet kuptojmë diçka që politikën amerikane e kontrollon lobi që fut. Do thënë lobi që fut është ai që të sjell në pushtet, është ai që të heq nga pushteti. Dhe Trumpit i kanë bërë 2 herë atentate që kanë dashur ta vrasin. Trumpi e di shumë mirë se kush e vrau president John Kennedy, dhe Trumpi është i friksuar për jetën e tij. Por në anën tjetër, ai e kupton që tani imazhi i Amerikës ka rënë me luftën që ata bën kundër Iranit, nga që në këto momente që ne flasim, pas armpushimit që u bë pas 40 ditësh luftë, Irani ka dalë më i fuqishëm se sa ishte përpara luftës. Irani në këto momente kontrollon shitjen e naftës nga Gjiri Persik. Irani arriti që goditi baza amerikane ashtu sikur asnjë fuqi nuk i ka goditur në historinë e Amerikës që nga lufta e dytë botërore, me sulmin japonez kundër Pearl Harborit. Dhe për më tepër këto regjimet kukulla arabe, të cilave Trumpi në maj të vitit 2025 i vuri haraç, i mori 4.5 trilion dollar për të ringritur ekonominë amerikane. Në këto momente, e para, regjimet arabe janë të shkatruara, 2, janë nën sanksione apo embargo nga Irani, nga që Irani nuk i lejon që të shesin naftë. 3, miti i fuqisë amerikane se deri në 28 shkurt të këtij viti sheikët arab paguanin me triliona dollar industrinë e luftës amerikane me premtimin nga amerikanët që neve do t'ju mbrojmë juve gjithmonë. Por ajo që ndodhi në luftën 40 ditore tregoi që Amerika nuk është ajo që e ka mitizuar vetveten. Amerika është një fuqi në rënje dhe e dobët, dhe Irani ka mundësi që jo vetëm t'i godasi regjimet arabe, jo vetëm t'i shkatërrojë atyre bazën ekonomike, por Irani sikur kërcënoi Sauditët, Emiratet dhe Kuvajtin, gjatë kohës që flitej ndoshta për një pushtim të mundshëm ushtarak të Iranit, Irani kërcënoi regjimet arabe që do t'i pushtonte ata me milici iraniane dhe irakene, kur bëhet fjalë për Kuvajtin, territoret Arabisë Saudite, Bahreinin dhe Emiratet Arabe, dhe gjithashtu do i dërgonte 3 milion ushtar nga Jemeni për të pushtuar zonat e detit kuq të Arabisë Saudite. Dhe në këto momente, domethënë, imazhi i Amerikës ka rënë. Amerikën nuk e do gjithë njerëzimi qëndron me Iranin, dhe si pasojë edhe politikave budallaqe që Donald Trumpi ka ndjekur, kërcënimet që i ka bërë gjithë botës, tarifat që i vinte vendeve të ndryshme, kërcënimin që bëri ndaj Bashkimit Evropian dhe NATO-s kur kërcënonte që ti merrte me dhunë Grönlandën, Danimarkës, kërcënimin që i bëri Kanadas, kërcënimin që i ka bërë Meksikës, rrëmbimin që i bëri Maduros e tjerë, sot amerikanët janë në pikën më të dobët të pushtetit të tyre, dhe ata kuptojnë që bën gabim të madh me atë që bën kur i shpallën luftë Iranit, po për fatin e keq të amerikanëve është Benjamin Netanyahu
ai që komandon sot Amerikën. Ulsi, në fakt ekspertët ndërkombëtar që e njohin shumë mirë zhvillimet në lindjen e mesme kanë deklaruar se edhe amerikanët edhe iranianët nuk nuk e duan rifillimin e një lufte pra që e ndërpren. Besoni që do shkojë drejt një marrëveshje apo do shkojë drejt rifillimit të luftës? Kjo varet, sikur thash më herët, në dorë të Benjamin Netanyahu. Amerikanët nuk duan luftë, e që lufta është shumë e kushtueshme dhe ata nuk po fitojnë gjë. Ata e dinë që nuk e hapin dot kanalin e Hormuzit me luftë. Dhe amerikanët kanë vetëm këto opsione. Opsioni numër 1 është të hedhin bombën nukleare, gjë që mund të çojë në reaksion zinxhir dhe mund të fusi edhe fuqi të tjera nukleare që të fillojnë të përdorin bombat dhe të shkatërrohet bota. Opsioni 2 është që të arrijë një marrëveshje me Iranin, por nuk i le Izraeli. Opsioni 3 është që ta lejnë këtë luftë kështu tërhiqje mos e kput, por situata e amerikanëve në këtë moment është shumë e keqe. Ama amerikanët nuk duan luftë, por problemi është, sikur e përmenda më herët, është ai lobi izraelit. Është Benjamin Netanyahu, është ajo mafia që është ai që mund ta quajmë deep state apo shteti i thellë sot në Amerikë, e cila e kërcënon Amerikën dhe e çon atë gjithmonë në luftë. Në një shkrim ose analizë të bërë nga The Guardian, thuhet se Benjamin Netanyahu është humbësi më i madh i kësaj lufte. Analiza e The Guardianit nuk është gabim, këtë po e thonë shumë media perëndimore. Nga që Benjamin Netanyahu në këto momente e kupton se do të kuptojmë diçka, që rënja e Amerikës, humbja e Amerikës në një luftë, në fund fundit është humbje për Izraelin, e që Izraeli nuk ekziston dot pa perandorinë amerikane që e mban me lek, e mban me armë, e mbron nga ligji ndërkombëtar dhe kërcënon botën për atë. Por Netanyahu është humbës i madh nga që duhet shohim këto gjëra. Përpara datës 28 shkurt, Netanyahu hapej edhe mburrej përpara publikut zionist se thoshte që unë e shkatrova boshtin e rezistencës, boshti shit është i dobësuar, thoshte që Hizbullahin e shkatrova në Liban, nuk ka më Hizbullah, Hamasin e shkatrova, Huthite e Jemenit i kemi izoluar, dhe Irani është izoluar dhe vuan në sanksione. Dhe pak a shumë Netanyahu nuk ishte gabim, sepse amerikanët me izraelitët kanë arritur suksese spektakolare pas luftës së 7 tetorit që 2023 që nisi Hamasi. Nga që e para ata kanë zhdukur nga 100.000 deri ndoshta gjysmë milioni njerëz në Gaza. Gazën e kanë shkretëtuar, e kanë kthyer në epokën e gurit, ku ata njerëz që janë aty ata po vdesin për ditë. Hizbullahit i vran sekretarin e përgjithshëm, i vran komandantët kryesor dhe popullatën shite të Libanit e shkatëruan në masë, sikur i shkatëruan edhe armatimet Hizbullahit. Fitoria më e madhe për Netanyahun ishte rrëzimi i Asadit në dhjetor të vitit 2024, ku Siria ishte vendi më i madh arab i cili vazhdonte që të refuzonte që të kishte paqe me Izraelin dhe mbështeste Palestinën. Dhe Netanyahu arriti gjithë këto fitore Izraeli, duke shkatruar atë që ekspertët ushtarak izraelit quanin the ring of fire, apo ai rreth i zjarit që Irani kishte ndërtuar rreth Izraelit. Edhe për më tepër, me luftën 12 ditore të qershorit vitit 2025, ku Izraeli bombardoi Teheranin dhe vrau krerët kryesor të ushtrisë amerikane dhe të programit nuklear iranian, Netanyahu dhe Izraeli mendonte që kishte arritur fitoren më të madhe, nga që lufta tani më ishte larguar nga kufiri i Izraelit dhe Izraeli arriti që ta çojë luftën në zemër të armikut të vet, që ishte Teherani.
Pra, deri në ato moment, domethënë deri në datën 28 shkurt, Netanyahu i mburrej jo vetëm zionistëve në Izrael, por edhe botës arabe, ku i tregoi botës arabe që shife, unë i shkatrova gjithë aleatët e Iranit dhe arrita ta bombardoj Teheranin, dhe Irani ishte nën sanksione mbytëse, dhe Izraeli arriti që nëpërmjet presionit, korrupsionit e tjerë, ta listoj Iranin si shtet terrorist, Garda Revolucionare si organizatë terroriste, arriti në përvende kukulla sikur Shqipëria, por ka bërë edhe në Singapur dhe vende të tjera, që ta do bëj Iranin totalisht nga këto vende, duke urdhëruar basadet e tij. Por ç'a ndodhi pas kësaj lufte 40 ditore, Netanyahu është shumë më i madh sepse Irani u rikthye prapë. E para, Hizbullahi që pretendoi që ishte zhdukur është aty dhe ka bërë një luftë spektakolare në këto 40 ditë luftime, duke shkatruar me qindra tanke izraelit dhe duke i detyruar çifutët ku ata pretenduan që do ta pushtonin Libanin e Jugut deri në lumin Litani e tjerë, që të tërhiqen në kufi, nga që po vriteshin në mas nga Hizbullahi. Hizbullahi që Netanyahu pretendonte se u zhduk, ka djegur veriun e Izraelit dhe ka shkaktuar, nëse s'jam gabim, rreth 1 milion veta brenda në Izrael që të largohen nga veriu. E dyta, Iranin, të cilin Netanyahu i prehu krahët, sidomos me rrëzimin e Asadit në Siri, dhe duke e goditur në qershor të 2025-s, dhe Irani qëndronte izoluar dhe i trembur. Këto momente Irani jo vetëm që është rikthyer mbrapsht, por Irani ka djegur të gjithë regjimet kukulla dhe aleatet e Izraelit, u ka shkatruar atyre industrinë e naftës dhe të gazit, në veçanti Bahreini dhe Emiratet Arabe, që janë dy vendet që nënshkruan hapur ato që quhen akorde abrahamike, janë goditur më keq, ku Dubai dhe Abu Dhabi janë djegur në mënyrë totale. Dhe përveç kësaj, pra, në këto momente Irani jo vetëm që tregoi fuqinë e tij dhe jo vetëm që u kundërpërgjigjë Izraelit, jo vetëm që e mbajti Izraelin për 40 ditë të jetoj në bunker, po Irani tani po shkakton një krizë globale duke bllokuar naftën, ku regjimet e Gjirit Persik, sikur Arabia Saudite me Emiratet Arabe, lekët që ato bënin nga nafta i financonin në Izrael. Një shembull është për shembull rasti i Jared Kushnerit, burrit të Ivanka Trumpit, të cilin Edi Rama e thret në Tiranë, i cili pas luftës 12 ditore apo më herët, nuk e mbaj mend saktësisht, përpara luftës, më duket, shkoi në Arabi Saudite dhe mori $2 miliardë nga fondi sovran i Arabisë Saudite, që t'i financonte ku të kishte qef ai, dhe një nga këto financime do bëj edhe Sazani i Edi Ramës. Dhe dua të them që deri në datën 28 shkurt, gjërat po shkonin në mënyrë të mrekullueshme për Netanyahu dhe për Izraelin, por tani jo, sepse regjimet arabe janë nën embargo në naftës që i ka vënë Irani nëpërmjet kanalit Hormuzit. Industria e tyre naftës që prodhonte dollar që i merrshin izraelitët është në kaos, dhe Irani ka rinxjerr sërish atë rrethin e zjarrt që është për qark Izraelit, ku Hizbullahi, Houthit e Yemenit, milicit islamike të Irakut janë sërish duke goditur Izraelin. Pra, domethënë Netanyahu nga ana strategjike me këtë luftë ka humbur. Është folur nga media ndërkombëtare për një mbështetje nga Kina me armatime drejt Iranit që pritet që të shkojnë së shpejti në Iran. A besoni që po themi Kina mund të ketë marrë një veprim të tillë dhe a ka nevojë Irani për armatime? Besoj që kjo është e vërtet, nga që Kina me Iranin ka një marrëveshje strategjike, e cila shkon shumë vite më herët. E dyta është që Kina e kupton që rënja e Iranit do të jetë rënje për të,
Dhe e treta duhet të kuptojmë që ne në këto momente jemi në një luftë botërore. Në njërin anë kemi SHBA-n, vendet e NATO-s dhe aleancën amerikane në Pacifik, me vende sikur Filipinet, Japonia e tjerë, ku nëse aleanca e NATO-s lufton kundër Rusisë në Ukrainë, aleanca SHBA-Izrael me atë që Trump i quan dhe Arab NATO apo NATO-ja arabe, me vende sikur Bahreini, Emiratet Arabe, Arabia Saudite luftojnë kundër Iranit. Dhe nëse në Azi Pacifik amerikanët kanë atë aleancën e tyre që nga Australia, Zelanda e Re, Japonia, Korea e Jugut, Filipinet kundër Kinës, dhe duhet kuptojmë që në këtë konfiguracion forcash dhe në këtë luftë botërore ku bota është sot, ku kemi pra luftën në Evropën qendrore në Ukrainë kundër Rusisë, luftën nga Palestina deri në gjirin e Hormuzit kundër Islamit, dhe luftën në Azi Pacifik kundër Kinës për të mbështetur Tajvanin, është më se logjike për Kinën që të mbështesi Iranin me armë, dhe ne e dimë shumë mirë që një nga arsyet e sukseseve iraniane në këtë luftën e fundit ishte fal inteligjencës dhe satelitëve kinez. Iranianët që prej luftës së qershorit vitit 2025 nuk përdorin më sistemin perëndimor të navigimit që është GPS-i, por përdorin sistemin kinez Beidou, përdorin satelit kinez për të drejtuar dronët dhe raketet e tyre, dhe lufta 40 ditore tregoi se sa sukses kishin iranianët. Pra, jemi në një luftë botërore, edhe pse Kina ende nuk ka hyrë në luftë. Domethënë, nëse do ta krahasonim këtë me luftën e parë botërore, kur amerikanët do të hynë luftë vetëm në 1917-ën, edhe pse lufta nisi që në 1914-ën, ose po ta krahasonim me luftën e dytë botërore që prapë amerikanët do hynin luftë në 1943-shin, edhe pse lufta do niste që në 1939-ën, situata është e këtillë. Përsëri, domethënë Kina është pjesë e luftës, por nuk ka hyrë ende në luftë. Dhe ajo që do ta detyroj Kinën që do hyjë në luftë do të jetë goditja ndaj Tajvanit. Dhe për mendimin tim kemi të bëjmë me një luftë botërore e cila edhe pse nuk është shpallur botërisht, është pak a shumë sigurisht e situata e Evropës në vitin 1939, ku ndërsa gjermanët me sovjetët ndanin Polonin, japonezët pushtonin Mançurin dhe sulmonin Kinën, por aleanca ndërmjet aleatëve të Boshtit Qendror, domethënë Gjermani, Itali dhe Japoni nuk ishte konsoliduar akoma, por do të ishte unë pak muajsh apo vitesh që kjo aleancë të konsolidohej. Sigur edhe në Boshtin Perëndimor në luftën e dytë botërore, ndërsa fillimisht do të kemi Francën me Britaninë që do t'i shpallë në luftë Gjermanisë, shumë shpejt do të kemi edhe vende të tjera me në krye SHBA-n që do t'i bashkohen kësaj aleance. Ju folët pak më parë për, le të themi, për një tension të shtuar të dy shteteve, përkatësisht të Izraelit me Turqinë. Besoni që mund të ketë një agravim të situatës dhe mund të përfshihet dhe Turqia në luftë, dhe nëse Turqia përfshihet në luftë, çfarë do thotë kjo për rajonin dhe për botën, le të themi? Për mua Turqia nuk do përfshihet në luftë për sa kohë nuk sulmohet. E që Turqia e ka parë dhe nga lufta që ndodhi tani më kundër Iranit, që Izraeli nuk është Izraeli. Izraeli është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por për mendimin tim, turqit janë duke u përgatitur natë e ditë për një luftë e cila do të vijë, dhe nëse presidentin Trump lobi zionist do ta mbajë në pushtet, dhe nëse presidenti Trump do tërhiqet nga NATO, sigur ai po kërcënon për ditë, atëherë sigur
tha edhe Joe Kennedy, ish ministri i policisë antiterrorit amerikane. Plani është që sapo SBA-ja të tërhiqet nga NATO, SBA-ja me gjithë Izraelin do të godasin Turqinë. Edhe do të përmend edhe një fakt tjetër për personat që kanë ndjekur deklaratat e presidentit Trump në këto ditët e fundit, ku Trumpi u lëret edhe bërtet kundër NATO-s, pse NATO nuk na ndihmoi ne në luftën me Iranin e tjerë e tjerë. Dhe ndër të tjera Trumpi deklaroi që do të tërheqë trupat e tij nga Evropa Perëndimore dhe do t'i çojë në vendet që e kanë mbështetur dhe janë miqe, ku ndër të tjera përmendej Shqipëria. Do t'i përmendim diçka opinionit publik shqiptar, që nëse regjimi i Edi Ramës do të hapi bazat e tija për vendosjen masive të ushtarëve amerikan, në një përshkallëzim tjetër të luftës ndërmjet Iranit dhe SBA-s, apo SBA-s edhe Rusisë, bazat në Shqipëri, ku do stacionohen ushtarë amerikan, do të goditen, ashtu sikur janë goditur bazat amerikane në Bahrein, në Kuvajt, në Jordani, në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe e të tjerë. Pra, larg qoftë në qoftë se, domethënë, deputetët e parlamentit shqiptar, që dihet që shumica janë tradhtar, agjent edhe quisling të huajve, pra në qoftë se deputetët e parlamentit ton nuk refuzojnë sjelljen masive të trupave amerikane në Shqipëri, duhet ta dimë që në rast të një përshkallëzimi të luftës, e cila deri në këtë momente po bëhet luftë rajonale, njëra në Ukrainë, tjetra në lindjen e mesme, po në rast se kjo luftë do të përshkallëzohet, Shqipëria do të ketë fatin e Bahreinit, Kuvajtit, Abu Dhabit dhe Dubait. Polsi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit për pyetjet, gjithë mira.